Seen a lot of pretty faces, ain't nobody like you. And I never ever loved life the one we knew. Tell me why I have to play the cloud, always messing around. I can't stop thinking I will let you down, down, down. She's on my mind, on my mind, on my mind. She's on my mind. I can't sleep at night if she ain't by my side. She's on my mind, on my mind, on my mind. She's on my mind. I can't sleep at night if she ain't by my side. Bravo, bravo. Gjesi Varza. Mirë Gjesi, djali. Mirë Gjesi Varza, djem të rritur, adult, të moshuar, mirë dhe të zgjohur. Të gjithë. Ne jemi zgjuar shumë mirë. Në ritmet e festës që sa po kaloj, apo kapisa, dhe në ritmet e festës që pritet të vi, sepse jemi 2 ditë për Krishtlindjeve. Gati. 2 ditë afër 25-s dhe dikush u bërë 25. Po, çfarë rastësie. Orët e para, të të qenurit 25. A si ndihesh kështu 25 vjeçare? Mirë, më pëlqen. 25, 2025. Si qurës 25, a si qurës 26, si kështë ka pas të mami më. Jo, po 30. Kalove 25, po më lëro ta shioj, më lëro ta shioj. Ç'ke? Fol për vetë ti. Ku të kaloj 6 Jam adoleshente akoma, si kemi thënë, deri 32 vjeç që jemi adoleshente. Ne qoftë se të bën të ndihesh më mirë, po si 20 je. Për atë punë ndiem 18, po gjithsesi. Jo, flas mendërisht, je po si 20. E do jem gjithmonë. Se do të rri gjithmonë e re në këtë formë. Ja, këta janë djemë që duam. Na për këdheli, na bëjnë qefin, apo s'është shumë për qefi kjo tjere? Atëherë si unë mendoj që ditën jam më veçantë, ka qenë ke një astig aty se e meriton për atë që tha. Meriton. Ua, jo, sot unë robra. Ua, sa ma ka plas. E më marri. Po e dina jomi. Po mirë, kështu do zjeni që më mëgjese, po Mama, sa më përqe më marri burin, tha. Të mbrojti. Jo, mendoj që ditën jam më veçantë, ka qenë kur unë kam mbushur 22 vjeç, që ka qenë 22 i 12-ti, data 22, 2022. Kam pas vetëm dysha. Pra 22 vjeç bëra, 2022 ishte viti, 22 kam ditëlindjen, 12 që është dhjetor. Bravo, interesante. Po shiko, ti ke lind 2000, ti çdo vit do e kesh 25 vjeç, 2026, 26 vjeç. Po. E shra fjare ke moshën e vllajt tim. Me që ta kësheftë. Edhe që të bëjë dhe vlaj. Rof, faleminderit. E ka ditëlindjen qershor, po s'ka. Po, edhe i që në sensin që... U boft plak. Okej. Mirë, Vazhdojmë sot, unë jam mente në efektin. Më duhet mu bëhet që vapë sot. Se di, nuk e di. Si të Kanë ngrohë studion shumë. Kam përshtyme që jam unë pak të shumë. Je skuqur pak fresk. Ku janë do brazilianet për djalin me palma? Ja, ku janë? Hajde. Se si shumë mirë të kemi mbajt. Po, sa në kohë. Mirë. Vazhdojmë me të ftuarit. Po, e para që do të vi për sot do t'jetë Elona dhe është si për Marse dhe flasim për transformimin fizik të saj. Ajo ka arritur të humbë 15 kg në vetëm 7 javë. Duket si e pabesueshme, por ja që ka ndodhur dhe Elona është fiks nga ato vajza që dhe pse ka provuar shumë produkte, shumë gjëra që janë tregtuar dhe që kanë mbushur mendjen që këto çarat e dobësimit do i bënin magji në trupin e saj. Ka shpenzuar pa fund në këto gjëra dhe asnjë gjë nuk ka qenë rezultative për atë. Vetëm një moment që ajo gjen në jetën e saj balancën dhe faktin që dikush një mjek i thotë që duhet të heqë mielin dhe disa elemente të tjerë që ajo konsumonte dhe në 7 javë ajo direkt pati rezultatet e para. Dhe ka zgjedhur që sot ta ndaj këtë historinë, ndoshta nuk duken shumë kilogram që janë të reheqës për një titull mediatik, por mesazhi që Elona përcjell është shumë i rëndësishëm dhe ka dashur të ndajë me çdo vajzë, me çdo njeri tjetër që dëshiron të humbë peshë në mënyrë të shëndetshme. Jo, ka njerëz që nuk po humbin dot 1 kile, sepse nuk e din realisht çfarë mbasi u bë dëm, ndaj
kujt ushqimi janë intolerant, pra ne kemi pasur edhe vajza që kanë ardhur dhe kanë rrëfyer këtu që kanë pasur sëmundjen e Hashimotos, e shumë sëmundje të tjera, kështu që duhet të flasim që për filmin e Elonës realisht më vjen mirë që e ndan me publikun, edhe tregon gjithashtu edhe sekretin e saj, pse jo mbasi dikush mund të gjendet në vendin e Elonës dhe kërkon të gjejë një zgjidhje. Patjetër. Ndaj dhe ne kemi zgjedhur që të jetë pjesë e programit, po. Duhet thënë. Më pas pjesën e dytë do të kemi Nikola cili është. Jepi skaj. Jepi. Pa tash sa them mo. Pse? Ja më këshillua se i mjekësisë holistike, pra siç mund ta di, mjekësia holistike trajton njeriu si tërësi, jo vetëm simptomat. Pra do flasim për anemin, sëmundja më e shpeshtë hematologjike, dhe më pas po, sepse hapi dhe ushqimet që duhet të shtojmë në dietën tonë, do themi që Nikola deri diku janë pak këta mjekët holistik, nëse mund të quajmë kështu, janë ka një mënyrë të tyre, ndomethënë. Ka një mënyrë të tyre, se tani janë kundra mjekësisë, se dia mund ta them. Janë kundra mjekësisë tradicionale, sepse besojnë në shkencën e mjekësisë holistike, pra sepse për ta shkencë realisht është shkencë, sepse të njëjtën gjë thotë Nikola, nuk është kundra ilaçeve, medikamenteve apo shërimit në tërësi. Thjesht ai thotë ka mënyra më natyrale për të kthyer shëndetin, dhe në këtë rast është anemia. Ka një mënyrë sa i përket mjekësisë holistike për të shëruar anemin ndryshe nga bombardimet me ilaçe, të ndryshe nga ajo që jemi mësuar ne deri sot. Dëgjojmë një alternativë të re, pastaj zgjedhja mbetet e jona. Dëgjoj, prapse për mendoj që sa i përket anemis, pastaj varet edhe çfarë fazash anemis mund kemi, kurat në mënyrë të shëndetshme, pra ose me një dietë të mirë, mendoj që janë goxha efikase se sa mjekimet. Paktën unë për sa i përket anemis, jam gjithmonë pro ushqimeve që ndihmojnë. Shikoj, edhe dietologa apo dhe mjeku hematolog patjetër që t'jep listën e ushqimeve që ti duhet tash për të ndihmuar. Është pak psikologjike, mendoj deri diku do ndikon pak fakti që nëse ndikohemi tek mjekimet, varemi prej tyre. Okej, unë do thoya këtë që ka plot njerëz, dhe mendoj që nuk është rasti, njerëz që janë anemik dhe nuk kanë mish, kupton? Po. Ja. Ja të kjo tjetra. S'ta pëlqen, më nuk mund. Unë anemike nuk jam, po. Po, hanim goca mishin. Gjithsesi. Mirë. Dhe në fund ta mbyllim një vajzë shumë të dashur për mua, për publikun, Sara Bileli, e cila sot na flas, do të na vi pak sa më ndryshe nga çka jemi mësuar. Shpeshherë Sara ne kemi pasur pjesë të paneleve, diskutimeve, por ajo vjen për herë të parë të na flas vetëm për veten e saj. Kush është Sara Bileli? Sara për te rrjeteve sociale, Sara e cila shmar me shumë gjëra, jo vetëm me TikTok, ajo ka pasur një zhvillim, një adoleshencë goxha impenjative, mund ta themi, me angazhime, qoftë paksa deri diku në politikë. E kam parë Sarën të merret dhe me aktivitetet e shkollës, e kam parë dhe Sarën si moderatore teksa ka prezantuar spektakle të ndryshme që mund të jenë organizuar që në shkolla apo në Elbasan, sepse Sara vjen nga qyteti i Elbasanit. Ku e kemi parë të Sarën, kemi parë gjithashtu si gazetare në ekran, gazetare të reni, por për te i kësaj ne edhim. Sara u bëmë shumë virale për shkak të një videoje që le të themi mori dhenë se si ajo rrëfeu një histori që kishte harruar nipin në parukeri, e gjëra të tilla, dhe më pas ne e dim si vazhdon historia. Është shumë interesante, sepse unë personalisht nuk i pas kam ditur gjithë këto gjëra për Sara. Janë disa detaje që mi citoj edhe pak vetë Sara, duke qenë se shumë njerëz nuk ja dinë. Dhe kjo është një ndër arsyet pse Sara kishte dëshirë të fliste pak sa më shumë për veten e saj, për ta njohur më shumë. Amano Kris, ata jenin çfarë ka. A e ka kushuria, a ka dashur, a ka bukur. Unë di që Eni do t'i bëj një surprizë. Ashtu? Po ti mos e thuaj live më sa mund na dëgjoj. Nuk na dëgjon. Para me sigur që Sara nuk është e gjë këto. Kështu që do ta shikoj. Nuk është surpriza e vetëm, se ka dhe surpriza të tjera për Sara që nga ka iden fare. Okej. Gjëra të bukura sot. Dhe pas intervistës me Sarën, ju e dini është sugjerimi i ditës nga Mira. Po do ta shihni vetëm në fund të programit për sot. Surprizë se boll kemi ngrëntori dhe Mira. A kemi thënë për ditë më njerëz, do mos na nxjerr me këto foto se kemi ori, nuk i shojmë dot çmëngjes ja tha Mira. Sot Jo, e sekret. vërtet, është e vërtet. E vërtet. Nuk e mohojmë. Gjithsesi. Okej. Mirë. Ku do kalojmë tani që të qeshim si tamam? Kemi videot virale patjetër. Ja. Qa ishte ajo tani me shëra fjera? Mi vajzave. Hajde pak sa ku je ti ke sektori i femrave. Edhe unë tha këtu jap tak sektori i femrave.
Qa do me thënë kjo që goca duhet të mbyllën vetëm në kuzhinë si pas teje dhe në shtëpi? Jo, nuk ishe, po të kishe kuzhinë, aty ishe fshesa gjëra. Po pra, me po shumë të Rifet shtëpis. live nga gruaja. Titulli Nuk doli. ishte kuzhinë. Dhe bëpurët e shtëpis. Titulli që të bëjmë rapa Romina. Preje që ka ty. Beciana, preje pak, ti rrihet live. Saksoja aty që ta kemi gati. Po, Au rafë prit, live. kam gjetur zili se do gjuhet. A vari këtu. Të ta kesh që të zësh mend edhe mos sjellësh me gjëra të tilla këto. Ç'është kjo? Sektori grave fshesat. Se shumë ju kemi toleruar. Kjo është sektori burrave ai kur duan. Si ja, vendosë edhe ju një kudion sektorin. edhe Ku është sektori sektori burrave. meshkëve? Kohët e fundit kozmetika Ja është pra, sektori ku juaj. goca bëhen më romantike se çunat. Ta, qajtë. Okej, ndihem dakord. Ne. Ja. E keni mendje vetë për vete. Ndjeni më pak- Ngolshi si bëhet, peri. Ndjeni pak më të lumtura. Jemi shumë më shumë pra. Bravo. Mirë, do shohim horoskopin, që të bëhemi më të lumtur akoma nëse na thot gjëra pozitive, se ndryshe ne mërzitemi. Jemi gati për horoskop. Iki, Regina. Sigla. Ajde, ta valzojna. Vallene. Rrugo. Dashi. Qa thuhet për dashin? Do t'jeni gjithë ditën me humor të mirë sot dhe gati për ndonjë shpenduri të vogël me partnerin ose partneren. Do qëndroni pranë njëri tjetrit pa u ndarë. Beqarët nga ana tjetër do të marrin edhe rreziqe vetëm për t'i bërë për vete personat që pëlqejnë. Financat do t'jenë të kënaqshme, kështu që s'keni çfarë kërkoni më shumë. Shife dashi. Mos u bëni dash. shumë ambicioz, thot mjaftoni me ato që keni, se s'do keni keq, domethënë do keni bollok në të ardhurat. Sigurisht. Jo, pa pra dashi që ka super Po seancë. shumë mirë, pra shumë mirë do jetë. Dashi që ka forma e tij më të mirë. Super dash. Po, Për dash. beqare do të marrë rreziqe për t'i bërë për vetë, çdo bë kanë beqarët. 4 pjesë për t'i rënë në sy personit që ata pëlqejnë. Po doja dalin. Do qëndroni pra njëri tjetër çifte, të bëni pak krinj. Sot po s'ka problem, do ju pëlqej. Mirë. Okej. Ecim demi, Kalojmë tek dëmi. dëmet e demit për këtë javë. Okej, nëse të regojni realist në qift, do kuptoni se lidhja juaj është shumë më mirë se sa ju duket dhe problemet janë fare të vogla. Beqarët nuk do nxitohen të nisi një histori pa qenë të sigurt për personin përballë. Me financa duhet maturi maksimale. Çdo gabim sot kushton gjatë. Okej, me financat. Keni kujdes se nuk e keni punën mirë. Një gabim i vogël, një gabim i vogël, një kalim karte, aq delikat, aq i pafajshëm, e kupton? E morja, iku. Iku. Maroj. To e ngjuj që vëmendje. Fati tyre do jetë vetëm nëse i kërkon pinin. Ke që si sta merë? Janë ato që sta merë që do pinin. Atëre kam fatë. Se si të shtypet ai Po nuk kanë pini dalë tani. të vjen kështu natyrshëm. Kanë dalë Mos është nëse është karta future, aty. të reja. Kanë dalë me telefon që merr direkt. Në telefon dhe pa pin, fare. Ka parasysh? Po, Apple Pay. Ti thu zemra mirë pak telefonin. Pra njerëz tani nuk do kërkojnë më telefon me pa mesazhe. Do kërkojnë telefonin me pa pagesë. Erdhi kjo Na ka erdhi dita. Goca bëni të zgjuara. Pra gocat sot nuk do kërkojnë më telefonin, nuk do thonë zemër bjerë pak telefonin, kontrolloj mesazhet. Po do thonë thjesht zemër bjerë pak telefonin, dhe ne do na bi pika. Do themi ne po. Ne do i them më mirë na telefonin shif mesazhet. Ashtu. Se sa tek ato lekët, po të drejtë keni. Ej sot jam, s'na ka gjetë. Lidhja është më mirë se duket për në çift për Demi, do që janë shumë mirë, beqarët nuk duhet nxitohen, se duhet ta njohin mirë personin që kanë përballë për të nisur një histori. Keni kujdes të dëgjoni horoskopin. Ecim, jemi tek binjakët. Hajde. Binjakët. Do të kaloni goxha peripeci sot në çift. Partneri nuk do të ndihet gati të hedh hapat që doni ju dhe kjo do t'ju mërzit pak. Beqarët do të takojnë personin ideal pikërisht kur e presin më pak, mos të humbisni rastin. Financiarisht, situata do t'jetë e paqëndrueshme, ndaj shmangni shpenzimet e nxituara. Qa keni ju? Çfarë goca, qa po ndodh? Asgjë mama. Ishin duke u zikshëm njëri tjetrin, duke u kaçavjer. Qa ndodhi? Të që pojnë ju. Mëra, këtu të alien djeva që... Gënjen, po kot. Atë vërtetëm si qeqë. Se bërë një ftyrë të çuditshme. Nuk pëlqyen binjakët. Jo, isha doja të bëja kështu se ne kemi që bëjmë një ditë e bëjmë kështu. Nga ky moment po më hape goja. Ke parasysh? E imagjino ç'doli. Nejse, s'ka gjë pa. Jo, faleminderit shumë për shpjegim. Jo, me qaj, doja me detaje. Ke dua.
Lot nga sy. Mirë se kemi marrë shtuar me të qeshme. Po këtë tani, rob duhet na kuptojnë, çomi 5 mëngjes. Po, e drejtë, do mos sot, kurse disa herë jemi. Jemi dhe pa gjumë mirë, po. Kërkojnë ndjes. Nga festat, po. Tu qajt. Lot gëzimi. Binjakët nuk e pas keni mirë në të shift dhe partneri nuk do të jetë gati të marri hapa që ju doni, kështu që duhet ta merri pak më shtruar që as ai as ju mos të mërziteni. Beqarët do ta takojnë personin ideal, pikërisht kur më pak e presin. Dashuria vjen aty kur nuk e pret. Po, kështu që rini sy hapur. Me financat e paqëndrueshme, po s'ka gjë, e tham, keni kujdes. Shpenzimet janë kryqëlinjet pas nesër. E po mirë quhet, po shpenzuam këtë muaj, jemi brenda... Ja vlen, po ha, se janë festat. Hajde gafurja. Gafurja. Eci. Sot ndryshimet në qift do jenë rrënjësore. Wow. Do fillojnë të shihni gjërat me sy tjetër. Ata që kanë pasur probleme do i zgjidhin një e nga një. Beqarët nga ana tjetër nuk do kenë as pak dëshirë të nisin një lidhje, pavarësisht mundësive. Financat do të jenë të qëndrueshme dhe do ndiheni të qetë në shpenzimet bazë. Okej, do fillojnë të shihni gjërat me sy tjetër. Çfarë do të thotë kjo, Romina? Sot ndryshimet në qift do jenë rrënjësore. Ç'do ndodh me ju? Po këtë do ta them nesër. Që ta shoh A çfarë do kjo është për ndodh. sot ndarkë? Po kjo është për sot gjatë ditës dhe nesër do të them rezultatet. Ne hapim ditën në horoskop. Po, Uroj çdo të mirë për ju, duke qenë se do se dashurohemi më shumë për shembull. Ka se do thosh dëshirohemi sërish. Po, mund të jetë thotë edhe. Sërish ditë për ditë më shumë. Si herën e parë kemi takuar. Po, si herën e parë të pandar, unë dhe ti, dy udhëtar. Kështu që financat goxha mirë, para kishin. Shtatata tha telefoni. Jo. E më financat e gafurrës, ja ku i ke. Financat do të jenë të qëndrueshme, do të ndjeni të qetë në shpenzimet bazë. Pra do merrni të gjërat që duhen për festa. Sepse ne e dim shumë mirë që për festa do shpenzonim dhe kemi kursyer gjithë këtë kohë për të shpenzuar. E besove? Jo. Nuk na e beson njëri. Nuk shjuemi në gaforet për ashtu kursintare, jo, gabim. Mirë, eci. Varet, që keni ascendent, se njoh dhe gafore që kursejnë, nuk argjeshëm. Hajtë mo. Mirë. Një jetë kemi. Oke, mirë, kalon të Luani. Po këto që e ka një plan B, Një ditë harmonike për çiftet. Yjet ju favorizojnë fort dhe do ndiheni të bekuar. Beqarët nuk duhet të nxitohen të krijojnë një lidhje sepse zhgënjimi mund t'i presë në qoshe. Financat shumë më mirë nga se keni qenë. Rikuperimi do vi më shpejt se sa mendonit, sigurisht sepse janë luanët edhe nuk kapitën fare. Po, e marrin shumë veten shpejt. Edhe më mirë se çishin. Po, më shpejt se sa e mendonin ta do të jenë shumë. Bravo, ju lumt juve. Në çift do të jenë shumë në harmoni, yje do jenë anën e tyre, do të ndjen super të lumtur patjetër, çdo mos kur kanë partnerë një gafore. Dhe beqarët duhet të kenë kujdes sepse mund të zhgënjehen, se nxitohen për të krijuar lidhje. Financat, pra Luani, që Luani është quhet për financat mira. Po prapë. Financat shumë më mirë nga që kanë qenë. Wow. Faleminderit dhe në tjerët. Vazhdon e rritet. Në tjerët shundër. Po pa Luanin të ngrit. Me duhet të të pesë. Ej, zotin. Ecim. Virgjëresha. Shojmë Virgon. Çfarë thotë për Virgjëreshën? Partneri do t'ju kritikoj sot dhe kjo do t'ju prek pak, por pundohuni të shihni anën pozitive. Beqarët do t'kenë mundësi pafund për aventura të lehta. Shfrytëzojini nëse ju pëlqen ajo energji. Financat do t'jenë të vështira për t'i mbajtur në ekuilibër, mos nguroni të kërkoni pak ndihmë. Okej, edhe Virgjëresha me ndihma vullnetare këtë fund vit. Duhet patjetër që të marrë borxh për të shtyr muajin. Virgjëresha imagjino, më jep borxh të blej një dhuratë për festa. Vjen keq pak për Virgjëresha, duke që se janë dhe festë tani. Keqen, po s'ka gjë tash që njerëzit për njëri tjetrin janë. Kush një Luan mund t'japi Luani borxh, mund të rregullohen mes njëri tjetrit. Qartë. Aty. Problem. Partneri do jetë me kritika, do ju bë kacopash, do ju prek, po mundoni të shihni anën pozitive, thotë. E kupton ti? Ai të thotë një kritika dhe ti do thuash, po mirë, mbase ma tha për mirë, do i shikosh anën pozitive. Ndodh kjo tiri, ta merr mendjet? Jo.
Bravo, as për virgjëreshën. Nuk do bëj fare të reflektoj. Fare. Ndërsa besharët që nga koha e dur për aventurat e lehta, nëse ndjejnë energjinë e dur për të marrë me njerëz kalimtar. Vitëri. Po festa është, emigrant kamo me Qofse bollok. ndjeni, ecmi aty, kapni Si partner. dihet gjeni fatin. Nëse Një ndjeni ande nga energjinë e Greqia, nga dur. Italia, Po nga mo, Anglia. Ec. Fiks. Aty, Ec, të tjerë ecin. ecim. Ecim, jemi tek Peshore, peshore. jam. Po. Qiftet do përjetoj një ditë nga ato të veçantat. Gjërat do ecin si me magji. Beqarët duhet pranojnë ftesat para se personat që i pëlqejnë të humbasin interesin. Financat janë problem. Do kaloni një krizë dhe do ju duhet ndihma e miqve. Krizë para krishtlindjeve të mëshme, ju duhen patjetër ato lekët. Po mirë misht. Patjetër, do shtrim dorën. Hajtë sa nisë të gjithë kemi shtrirë dorën në një moment jetës. Kështu që është rada e peshores. Shtri dorën dhe të kërkojnë dimësës të Mishve, shtuar. që di që s'ja ka kërkuar Jo familjarëve. keq, po shumë keq. E ka bërë boz me familjarët, më sa A, duket. fukaraq, borç sajk, Peshore. gjaku në fyt. Aq bosa që as nuk e çon në mend me të kërku familjarëve se në momentin e parë që i kërkon familjarëve dela jo meme, i kanë eti zgjeps. I kanë eti. Këtë që ta klaj aty, i kanë eti. Jo mirë kjo, është për të ato legat që më more që pëse do t'i jam kujke. Po. Fare me nuk i kanë konsumu këto, ku i ke këto, ku i ke ato, direkt, i kanë eti. Se din që i ka premtime doshe. Në Po edhe çift të misht do vit dita, lajnë ato borxhet se të ngeli pa njeri pastaj. Paktën bëjnë, kalojnë shpejt. festat e pastaj të shohin bëjnë se në Sa të lepër të shaka. janar jemi gjithë grop. Kështu që Ne do të drejtë tjetrin. Okej, po gjithsesi festa gjyna. E po, Vjen po ja do keq, ndihmojnë, por do për te ndihmojnë. shakave, domethënë na vjen shumë, ndjemi shumë keq. Çfarë të vjen keq? I vjen shumë keq për peshoren, po. Për Jo peshoren. bestuat ju këtë? Që peshore ua, U se besoj fare. Se do të vishe një jote tani kemi halle tjera. mua po mund të vjen edhe keq për mua, po Hajde, them ta shohim, peshore. tani nuk është e shenja keq. jote. Gjenof, gjë ato. Akrepi. Ua, të direkt, ha. So jam kurioz dhe di sa keq do të vi për shenjën tënde. Skorpioni. Lidhja juaj do thellohet edhe më shumë sot. Do ndalin gjithçka me partnerin edhe sekretet e vjetra. Wow. Beqarët nuk do të dihen gati për një histori të re, edhe pse kushtet janë të mira. Financat kërkojnë masa të menjëhershme që situatat për më Nuk ka përgejtohen. mundësi. Fillova të shfrytëj që në fillim se unë lexoj mrapsht, lexoj nga poshtë lart. Po. Lexoj Te financat që të E interesojnë. di, po s'tesha me lexuese do më kapte i qeshur. Çfarë Atëre. them, na vjen keq Je për verdikt. peshore dhe për akret. Sa harxoj dhe lek për mua, djeve të drejt. Sa harxove në i lek? Nuk të shqyqër. Ku i harxo këto lekët ti më shumë? Ku është në legët të më shra fjallë? Se u bëra dhe unë kurioze. Të shtotat. Po tani na pëlqen dhe i qipi gjozi. Të bëj çaka, të po citoj meme sot. Tu nxjerr sekretet e vjetra, prit. Ua, vërtet, ja shiko, të doli horoskopi, direkt nxori sekretet. Çfarë? Merresh me bëxhoz ti? Ja. Kujt me kë që rast të ftohtat ti? Që Ore ku i çon lekët i vërtet? Ti s'bën ai. Po apo na lutet mendshmi se nuk e ka cituar aty Tiri presje. Lidhja juaj do thellohet, Tiri presje, financat po të janë për pyet gjithë. Krisa, Janë për Krisa, gjithë. një Unë ditë- po zemrën jam mirë financiarisht për momentin. Jam okay. Tu ngoja. Okej, mirë. Në lidhje do shenjë një Kjo do të thotë që ti duhet abuzosh. Kjo do të thotë që ti Po duhet ku kam abuzuar unë mirë? Ah, si jem, po unë pa ne ta Ja. them. Të rregull zëri, ha. E që po le keq. Unë pa ne ta them. Po ku fola keq se s'kam abuzuar? Çka kam unë. Okej, mirë. Beqarët që janë gati për lidhje të re, për histori të re, kushtet i keni të mira, po shifni e bëni dhe ju, kaloni festat si dhe dihet. pastaj. Mirë, ecim, jemi tek shigjetari. Shigjetari. Shojmë shigjetarin. Pas një faze jo të lehtë në çift, sot më në fund do të kuptoni gabimet tuaja dhe do të përpiqeni të ktheni situatën. Beqarët do të kenë takime mbreslënse që mund t'u ndryshojnë të ardhmen. Financiarisht duhet shtrënguar rripi që të shmangni problemet serioze. Sa kisha pa e dëgjuar këtë shprehje. Duhet shtrënguar rripi. Wow. Na ka shoqëruar gjithë jetën, po nuk e di pse kohët e fundit s'po e dëgjoja më këtë. Po Nuk dëgjohet më se përgjithsisht njerëzit edhe nuk po përdorin më rrip. Kupton? Do të thotë lidhje ka, se shprehja është. Mendoj që ka të bëjë. O, Tiri! Po çfarë të them? Çfarë? Jo. Ha, Mamat e kanë përdorur gjithkohës këtë.
shtrëngojë që kripin ti, mos u hap kështu si vajnë lakra me të shpenzuar. Mos u lirosh shumë. Mos u lirosh shumë. Anime gjithë kështu. Jemi rritur me këto. Mos u lirosh shumë, është fjalë e dur. Beqarët do të kenë takime mbreslënse. Okej, me që janë festa, tanë migrantët janë këtu, do të dilni, do bëni shef, mund të njihni edhe njeriu në jetës, kështu që konsideroni çdo ftesë. Në çift që janë keni mirë. Jo, nuk është se nuk janë mirë, thojnë pas një fazë të lehtë në çift. Faze jo të lehtë në çift, sot më në fund të kuptoni gabimet tuaja dhe përpiqeni të ktheheni situatë. Kështu që është momenti i kthimit. Do thëmë më fal që kam dashuruar, si është më fal që gabova, më fal që dashurova. I thot ajo ati. Se kush? Ose jesaj. Ose, patjetër. Po. Më shumë këngët në fakt janë nga çunat që ja dedikojnë gocave. Që kërkojnë falje, po. Ti është ju një goca dhe ngjoni këngë çunash. Ku mor Gjoni këngë gocash nuk ju bën sens. Jo, gocat edhe këngët që kanë që janë të lënduara, po që kërkojnë falje. Po. Të Nika Ndej e kështu. E ke gjuar Evanescence? Ha. Ja ke gju ku ti on? Na kujto këngën. Na kujto këngën e Nga tani këngës më vjen. Një s'ka pra. E më mirë, okej, ha. Keni gjuar albumin. Çunat këndojnë më shumë për Duhet darjet. Ta pyes chatin unë për fact checking? Ja, s'ka nevojë. Mirë. Ecim te Ka zgjedhur ti but sot. Po, Britsjapi. Hajde. Klima në qift do t'jetë ngrohtë sot. Nuk do të jetë ngrohtë sot. Nuk, Si ka mund të që sa ku vjen ke krisa, unë jam aq optimist, aq dashur mirë sa që atë nuk e shoh edhe shmang gjithmonë. Po duhet jemi shumë... Klima në qift nuk do t'jetë ngrohtë sot. Do kapeni pas detajeve të kota dhe do debatoni shpesh. Beqarët nga ana tjetër më në fund do takojnë personin e ëndrave. Ndryshimi i madh po vjen. Urani do ndikojë negativisht në financat dhe do ju shtyj të jeni më impulsiv me shpenzimet. Okej, kujdes. Tek e fundit, edhe nëse do të kërkoni kështu lek borxh, do thoni që Urani, ndikimi i tij, jo unë për zotin, ose se doja ta blija atë bluzën. Po më tha Urani, blije, shpenzoje. Jo, ti është të bëma bet me një shok. Edhe jo, po si ke qenë pa hamana. Kam shpenzuar shumë. Po si e me lekët, pa që ati bëjati të Urani të burë. Pa i ka se nga kanë zi edhe në Urani. Vedëm nga shtyr. Urani e ka fajnë. Para i muaj ishe Jupiteri. Kaloj Venusi, tani Urani, pa në lini Urani. Qa të bëjmë, se cili me radhe ka? Që të themi? Okej, në qift... Shpenzimet vora kemi për i qikë, se kërë ishin punët. Janë dhe në muajnë e tyre, pra. Pas Britsjapit kemi ujorin. Ujori. Çfarë thuhet për ujorin? Shpresojmë që gjërat mira. Mos marrëveshjet në çift do jenë të shpeshta për shkak të kokëfortësisë tuaj. Ndryshoni qasje, beqarët do njohin persona interesant gjatë një udhëtimi, ndaj përfitoni. Financat kërkojnë gjakstotësi, ndryshe nuk e stabilizoni dot situatën, pra bëjnë çik zemrën ngur, edhe mos e lëshoni dorën, qani pak për atë pallton që se bleni dot, po s'keni ç'bëni, do shtrëngoni. Një nga shenjat më të këqija, më të themi sot. Po, ndryshe nuk stabilizojnë do. Se beqarët do njohin persona interesante, do të përfitojnë nga kjo gjë. Gjatë një udhëtimi, thot. Po, ata që s'kan lekë s'udhëtojnë dot, nuk do t'a gjejnë. Gjësi, nuk është paradoksale. Po pse më ja prishni kështu vibe-in morë? Po e para punës që duhet marrim parasysh, duhet marrim mirëqend faktin që do u thojnë. Ore, mund t'jetë në një udhëtim që kanë presh 7 muajin përpara me 20 euro. Po, mirë, okej, për beqarët ujor, përfitoni. Përfitoni nga zbritjet e, keni ofertat, më thëmë. Ecim, shenja e fundit peshqit. Shojmë peshqit, çfarë fati do të kenë. Peshku. Do të ndoheni nga një person që ju rri afër dhe rrezikoni të tradhoni partnerin. Mos shkatroni gjithçka për emocionet të momentit. Beqarët do të kenë një jetë të reja dhe mund të nisin histori të qëndrueshme. Shpenzimet duhen kufizuar në maksimum për të shmangur përkesimin e gjendjes. Or nuk ka mundësi. Ky peshku ka ja 2 muaj rresht. Peshqit, këtë muhabet kanë për herë. Peshqit kanë 2 muaj rresht që i thot po të ndoheni nga një person. Kush është e jetë? Nuk ka kanë thënë çdo ditë. Kush është e jetë? Ka 2 muaj që ja përmend. Po jo çdo ditë.
Kush është ajo depsezme që të ka Ore, marrë ka mendjen? shumë të ndohen ju peshqit. Ore, nëse jeni të nduar, po lëreni, more. Moj ti, moj peshk. More ti Peshk ka peshk. qenë. Pse të ndohesh ka i shumë? Bëhe kujdes. Gjunahi Unë edhe mendoj mëkati. që nuk ka gjë të keqe të ndosh. Nuk Kanë pushtuar demonët. Si ta. Nëse, okay. Unë mendoj që ja kanë pushtuar demonët. Unë mendoj që nuk ka gjë Janë të shumë keqe afër të një të mëkati. ndohesh. Nuk ka? Nuk ka gjë të keqe të të ndohesh. Ja. Por, Demonët mënyra... janë shumë afër nesh. Dhe ne nuk e di. Jo, mërë, jo. Nëse të ndohemi. Shiko, mënyra se si ti e menaxhon të ndimin, aty vlen pastaj, je njëri si duhet apo. Ua, po të gjithë të ndohen, më burr. Jo të gjithë janë në një marrëdhënie të shëndetshme. Okej, jo të gjithë patjetër, jo të gjithë. Po patjetër që të ndihmi do të jetë. Të ndohesh është një gjë. Dhe të rrezikosh këtu po, pra. Po pra. Nëse ti të ndohesh dhe ti mbyll gjërat me partnerin dhe lidhesh me dikë tjetër, okej. Po nëse ti të ndohesh dhe vazhdon paralel, aty je pastaj për Igor ishte për ça? Si i thash parë, Igor ti. Zgjebs. Zgjebse, po të shkem, more. Igor zgjebs. Kemi fillu me fjalor rrugës sot. Emocionet të momentit prakt. Peshqit zihen, për shembull kanë një debat, dalin për të pirë një gotë dhe aty mund të tundohen. Sepse thotë mos shkatronin gjithçka për emocionet të momentit. Pra në kulmin e nervave mund të rrshkasin një ti rrshkasin që këmba dhe të shkojnë te se vetëm këmba. Hoteli më i afërt. Ika, ma, ndauni, Zboli budalliqe. Shiko, për fund vit. Pse doni mi shkatru marrëdhëniet për fund vit? Se kuptoj. Po s'ka gjë më shkatrojnë marrëdhëniet, ndauni olla, po mos të bëni kështu si këto. Po qofse ka arë pika për mu shkatru, aj që ti dhe ti pra. Po pra po, po mënyra se si e thej ishte shumë ashpër. Jo, ne na filloi fantazia keq fare në këtë pjesë që më mirë ta limitojmë. Kaloni hapësirë të shkurtë publicitare dhe vim pas pak me se mungesa gjumit bën veten kështu. Po. Deri kthehemi sërish. Erdhëm energji të mirë dhe me kërshërim për të mësuar më shumë fakte nga kjo rubrikë që tjerë e qan fare. Fakti i ditës. Çfarë kemi sot? Çfarë kemi sot? Çfarë kemi regjia? Peca të mbukur. Gruaja më e vjetër regjistruar ndonjëherë në botë, Jean Kelme, që është Kelma i gjë tjetër, bëna gjysë franceze dhe gjysë rogozhince. Pinte verë çdo ditë, ty mos të cigare në moshë, ka ty mosur cigare deri në moshën 117 vjeçare dhe hante çokoladë rregullisht. Megjithatë jetoi deri në moshën 122 vjeçare dhe mbijetoi gjithë familjes saj. Pra i te kaloi gjithë këto. Je gjati nuk bëhet do t'jetë shkurtër, more jo. 122 vjeç. Temra më që ka jetuar më shumë. Është fat për Zotin se ke njerëz që s'kan konsumuar asnjë gjë nga ato që ka konsumuar. Ma sa po lexoja, thuaj që konsumonte rreth 1 kilogram çokoladë në javë. Aha. Çokoladë të zezë apo me sheqer? Po nuk e pyeta sa ka vdek ako. Si çokoladë. Ja pusni ka të burë çokoladë. Po mirë. Si që më bët të pyetje mua dhe scrolling jo, po sa litra ujë ka pinë dita jo, ta pyes. Kam përshtypjen që duhet të jetë çokoladë e zezë. Po të ishte me sheqer, kush e di si do kishte shku jetë e saj. Diabeti. Po, ndërsa vera në fakt të rekomandohet edhe nga mjekët pasere, për persona që edhe vuajnë nga anemia. Një gotë verë tonë është ilaç. Pa e tepruar me alkoolin, po kështu e quajnë verën, pak në ndjenjën time. Çokolada e zezë patjetër është e shëndetshme. E kam dëgjuar dhon për çokoladën. Çokoladën e zezë edhe verën, po edhe për zemrën thonë që çokolada është. Po, për zemrën, po, çokolada e zezë po është shumë e mirë. Për cigaren vallaj, mendoj që në atë vite që ka jetuar, jo, nuk besoj që ka pasur çokoladë, nuk e di jo. Dgjoj, kanë qenë më cilësore se tani. Ke gjyshe që janë mbi 90 vjeç që kanë konsumuar gjithë jetën cigare dhe janë top fare, domethënë varet sa konsumojnë, varet sa. Nisëm. Jo genetike, po është fat pak që ka pasur shëndetjen e mirë, mbase nuk ka pasur sëmundje shoqëruese, se nuk ka mundësi. Po. Që është genetike është, patjetër që po, se nuk mund të ndodhë ndryshe. Po është edhe mënyra jetesës, patjetër që ka të bëjë. Një recet e dhënë nga kjo gruaja për jetëgjatësinë. Do ta ndiqja me shumë qejf, duke hirur këtë cigaren, sa atë nuk e tolerojmë dot dhe nuk themi dot që po të shton jetën, jo më jo të shkurton jetën cigarja.
gjërat e tjera dhe jetesën e shëndetshme, po. Kështu që po ky është një fakt që ne s'kemi ç'a bëjmë. Nuk themi dot po ose jo. Është fakt. Po ishte fakt shumë interesant. Po, shumë interesant. Mirë, ecim te scrolling dhe shohim studimet dhe fakte të tjera po kaq interesante. Çfarë bëhet në rrjet? Tan. Gati. Para. Hajde. Tokyo. Tokyo bie nga froni, ky është qyteti më i populluar i botës. Kush mendoni apo jo? mund të jetë? Jo, nuk ka lidhje me Tiranën fare. Astiri, jo, s'quhet. Tjerë, po. Astiri, thoni ju? Sigurisht Astiri, po, ose Kamza që e quajnë Las Vegas. Okej, Jakarta është tashmë qyteti më i populluar në botë. Lista kryesohet nga vendet aziatike, por kryeqyteti i Indonezisë ka lënë pas Dhaka në Bangladesh dhe Tokyo në Japoni. Me 42 milion banor, Jakarta ka kaluar vendin e 33 kur e nditej në vitin 2018 dhe Tokyo gjendej në krye. Okej. Është zvogëluar popullsia e Tokios apo shtuar e Indonezisë? Është rritur i Indonezisë. Nuk është se ka zvoglim të qytetit të Tokios. Okej, interesante. Nuk e di se si e bëjnë jetën në qytete kaq masive. Ke di se si marrin frym, më duket e çuditshme. Jemi mësuar këtu ne që kemi liri. Domethënë, dhe aq shumë liri, le të mos e themi. Dhe sipas vlerësimeve, pritet që në vitin 2050 të ketë mbi 15.000 qytete në botë dhe pjesa më e madhe do ketë popullsi me jo më pak se 250.000 banor. Okej, po shtohemi domethënë, ëh. Hajde se pas sa kohësh do nxjerrim prapë në një Covid, për të na rregullu mirë. Ama ti, ama shpërndaj. Bëjmë shaka. U bëm kështu me teori konspirative dhe këtu. Mirë, ecim te një tjetër titull. Ecim, shkojmë te një tjetër scrolling. Muzika lehtëson operacionin dhe përshpejton shërimin, njerëz. E dini ju këtë? Është e bukur kjo, po. Atyri si analizon këtë? Bën fakt sens, sepse një studim i ri ka treguar se muzika mund të përshpejtojë rikuperimin e pacientëve gjatë operacioneve. Pacientët që dëgjojnë muzikë gjatë operimit kërkojnë doza më të ulta ilaçes dhe kanë nivele më të ulta të hormoneve të stresit, si dhe rikuperohen gjithashtu më shpejt dhe më të qetë pas ndërhyrjes. Edhe në anestezi, truri mbetet pjesërisht aktiv në rrugët dëgjimore. Kjo do të thotë se pacientët mund të përfitojnë nga efektet qetësuese të muzikës edhe nëse nuk e kujtojnë më vonë. Pacientët zgjedhin 2 instrumente muzikore, thonë, flaut ose piano. Edhe pse janë të pavedishëm, muzika ndihmon trurin të qetësohet. Është vërtetuar shkencërisht që e para punës njerë muzika është frekuent, tingulli është frekuent. Ka një frekuencë, çdo tingull ka një frekuencë të caktuar dhe është vërtetuar shkencërisht që frekuenca të ndryshme ndikojnë pozitivisht, qoftë edhe negativisht, në trurin dhe trupin e njeriut. Kështu që po. Patjetër, madje ne kemi parë shumë video virale të pacientëve dhe mjekëve që kryejnë operacionin sidomos në operacionet e trurit, ku pacienti duhet të rizgjuar për shkak se mjekët duhet të kenë monitorim një pjesë të trurit që të jetë funksionale, dhe luajnë edhe instrumente. Po, luajnë kitar. Po, kitar, kam parë këto violin, shpeshherë ndodh dhe është vërtet shumë interesante. Muzika shëron, po është vërtet. Pëlqen që muzika shëron, është një lloj vibrimi që Music only heals. Për lloj muzike. Okej. Jo, Alem një tjetër. Për secilin. Çfarë lloj muzike? Po sepse është relative pastaj njerëzit kanë. Po jam. Okej. Mirë, okej. 3 shenjat horoskopit që janë manjak të punës, kush mendoni që janë? Dhe pse pikërisht Briciapi? Etika e punës në qendër të gjithçkaje. Briciapi përfaqëson mishërimin e disiplinës dhe përkushtimit profesional. Edhe në ditët e pushimit, ai vazhdon të analizojë objektiva, afate dhe sfida të mundshme. Për të, çdo moment është një mundësi për të ecur përpara. Edhe kur duket sikur po pushon, Briciapi zakonisht është duke planifikuar javën që vjen, me qëllimin për të arritur më shumë se kur më parë. Fakt është vërtet, në truri jon kur nuk dalon së punuar, edhe kur është off. E dyta, Virgjëresha, dhe si përdrejshun Virgjëreshën e kam të ascendent. Perfekcioniste edhe në kohën e lirë. Virgjëresha është e njohur për natyrën analitike dhe nevojën për rregull. Edhe kur nuk është në zyrë, ajo mendon për gjërat që duhen përmirësuar, organizuar apo sistemuar. Puna për të nuk është vetëm karrierë, por një mënyrë për të krijuar
kuptime. Në vend që të pushoj plotësisht, ajo shpesh bën lista të detyrave që do të përmbush sapo të rikthehet në punë. Edhe këta e mbajnë mendjen të puna dhe shenja e tretë është demi i cili është i përkushtuar ndaj stabilitetit. Edhe pse njihet si një shenjë që vlerëson komoditetin, demi nuk e lë pas dore mendimin për punën, sidomos kur bëhet fjalë për qëndrueshmërinë financiare dhe planifikimet afatgjata. Ndërsa të tjerët shijojnë një film apo një pasdite të qetë, demi mund të jetë duke hartuar një plan buxhetor apo strategji për rritjen personale dhe profesionale. Okej, shenja Pra, në punëtore. asnjëherë nuk i ndajnë punës, edhe kur janë pushim, të treja Ne shenja. të tjerët kot fare. Jo, s'ka gjë. Lidheni me ascendentin. Pra, pse gjejnë veten? Se gjë vetëm vizhuresha? Jo, se kam më ascendent. Se ka ascendentin vizhuresht? Jo. Qa Mund ke? kem bërësja, po se ujor, po nuk e Prapje. di tamam. Po ja kam ujorin unë motër, si jam punëtore fare. Jo, je punëtor, As kështu ti që mendoj tjeri? që ke Po ti tjeri? të bërqapin. E? Qia se ka i dëfa. Kur bëhet fjalë për mohabet ascendentës, bleni rahat mu. Maksimum mund të shkoj deri ke horoskopi, hajde të lexojnë ai gjë aty. Si Ascendent. bës sikur s'është ja pasionuar tash A i së vdes, fundit pas më vdes, horoskopit. Po, a i i kanë ngeli Ti tu... je fiksuar pas horoskopit mordial, keq fare. Pa i ngeli tu pa letra private, hapra? tarote, E Elena, para pa punës, ecti, unë e ha. kam trauma e kaluar, duke qenë se unë nuk e di cila është, Aha. apo cili është ascendenti. Asun se di tamam, po bëj si kur e di, shikoj dy e shenja, dhe kush më leverdi se zgjedh. Po. Dy, apo ti pak të me pas ke dy alternativa. Unë s'di Asa fare, të si moj. jam e sigurt unë. Kam lind dreka, kam lind dark. Zgjidh një. Zgjidh një, edhe bëje pjesë të Po vetës. es me energji. Zgjidh natin për shembull, Ecme. me që është gjithmonë mirë. Po, ka mundësi ta gjë, okay. Të të ecë. Okej, Luan. tani, Jepi. e fundit. Po, e fundit. Kemi një tjetër. Hajde. E ta shohim. Më pak kafe, më shumë ëndra. Si lidhet kafeina me trurin dhe gjumin? Ta. Shirë. Ku pini kafe ju sini me ëndrat? Ue, prandaj nuk shoh më ëndra unë. Pi kafe. Tani më bën sens. Qa Unë thua? shoh shumë ëndra, po unë nuk i mbaj mend. Po unë nuk pi kafeinë. Si s'pi kafe. Okej. Unë pi dekafe, gjëra të tilla, po jo për mbajtje të pastër kafeinën. Red Bull dhe gjëra nuk pi. Jo, me rast. Okej. Pi energjike. Shumë njerëz që vendosin të kufizojnë kafen apo pijet me kafeinë, brenda pak ditësh raportojnë një efekt të çuditshëm, ëndra të forta, të gjalla, shpeshherë aq reale sa mbeten të paharrueshme edhe pasi zgjohen. Por çfarë ndodh në fakt në trupin dhe në trurin ton kur ulim sasinë e kafeinës? Kafeina, gjumi dhe frenimi i trurit. Kafeina është një stimulues që ndikon drejt për drejt në sistemin nervor qendror, funksionon duke bllokuar adenosinën, një kimikat që grumbullohet gjatë ditës dhe jep trurit sinjal që është koha për pushim. Normalisht kjo na bën të ndihemi të përgjumur në mbrëmje, por kur marrim kafen, ky sinjal bllokohet dhe trupi nuk e ndjen lodhjen. Pra kafja e bllokon këtë nervin që ne kemi dhe Prandaj themi na me zgjon. një kafe se jam e lodhur për shembull. Ose na lë pa gjumë, po. Po, interesante. Po. Megjithatë, adenosina nuk zhduket, por thjesht vazhdon të jetë aty. Prandaj kur efekti i kafes bie, ndodh ai crash i kafeinës, një ndjenjë fort lodhjeje që shpesh na bën të flemë thellë. Çfarë ndodh kur e lëm kafen, kur e reduktojmë sidomos në orët e pasdites apo të darkës, trupi rikuperon një cikël më natyral të gjumit. Kjo do të thotë më shumë gjumë cilësor, dhe momenti kur truri është shumë aktiv, prodhon dhe ëndrat më të gjalla. Pra, ideja është kur ne lëm kafen, përveç se bëmi gjumë shumë të mirë, të qetë dhe të thellë, shojmë dhe ëndra. Realesti zema hobi. Jo, nuk e lë kur kafe. Faleminderit. Ashtu ishte, është zgjedhje personale. Ka Deri në që nuk momentin ndodh kur pa më kafe. ndodhi një gjë siç ka ndodhur ty, që bëmi tolerante, detyrohen pynoj Po. dekafinat E, ose ba, aty dhe s'ke që fare. bën se ta jep trupi kështu me drime, do s'do. Ama nuhatja ta pëlqen, apo jo, trupi ta do. Po. Por efekti nuk është i njëjtë për të gjithë, sepse jo të gjithë përjetojnë këtë fenomen. Mua për shembull kafja nuk është se më lë pa gjumën tënde, unë flë prapë dhe po, pi po, kafe. Për disa Jo, as ëndrat e mua. gjalla shfaqen vetëm për disa ditë pas lënies së kafes, edhe më pas gjumi tyre stabilizohet, por për të tjerë ky efekt mund zgjasë dhe më gjatë. Ose ka dhe njerëz si puna ime që nuk më zë fare gjumi, domethënë nuk ndikon. Jo, më zë gjumi dhe nuk ndikon kafja tek Po unë. e di ti që nuk ndikon. Po e kam provuar. Ti shef ëndra ma. Shoh ëndra, po fle gjumë është ideja. Po flenë edhe ato që shofin ëndra, gjithë flenë gjumë. Jo, kam fjalën që për të zgjuar apo për mos fjetur gjumë, se është ajo
ideja që s'do e pi kafen se shumë vonë tani do më lëri pa gjumë. Jo, unë e kam pirë edhe kam fjetër hapë. Qartë pra, po truri, atë po thotë, e studim me që ta po kuptojnë. Pra ti flenë gjumë, po aktiviteti truri nuk ndalon. Për kundra, si ti e ke akoma shumë aktiv dhe në këtë mënyrë shef shumë ëndra. Nuk e di. Varet. Okej, interesant. Varet. Me ditë, shka dhe ditë po që më lë. Kryesisht pjetë energjike me kafinë janë ato pak më të forta, mendoj për mua. Po, varet nga sasia që konsumon gjithmonë, dhe nëse e ke pas organizmin të ngrënë. Por nëse do të bëni gjumë të thellë, thjesht lini kafen. Okej. Kjo është mesazhi. Një nga këshillat. Okej. Jemi gati, tani jemi të aty ku ti je, kështu, su e vesh i angazhuar dhe nuk thua ç'pun kam unë me Do të. marr një bateri të vogël. Këtu rritën edhe vizualiteti i emisionit. Po. ose gjë njerëzit Kjo këngët. pjesa, po nuk eci kjo pjesa, jemi kështu grap në audiencë. Hajde. Ecim Varet çik nga ju këngë. vajza në rast se i gjeni këto këngët. Ta gjejmë si s'bën. Sigla Hajde. regjia. Që kjo këngën unë jam sigur që ju do ta gjeni me notat e Le para, ta shohim. po ju duhet gjeni autorin e këngës. Do ta gjejmë. Okej. Kështu që regjia mos i tregoni titullin as pa titullin e plot. Fshiu razi regjia, na shkruaj. Jo. Pa folur goca, pa gjetur autorin. Okej. Hajde, Adi, gati. Shqipërin e dua se jam. Jo. Jo? Po i që është kjo kënga? Është këngë shqip? Shumë e njohur. Është Shqipëria, është Xhamadani via via. Po pse nga të roma ma të këngën tjetër unë? Kështë këndon më Xhamadani? Ka shumë versione Xhamadani. Peticion t'i largon nga Shqipëria këtë vajzë. Xhamadani ka shumë këngë. Xhamadani ka shumë këngë. Ka shumë... Po, Kiza, ka shumë këngë, ka shumë versione. Po, se tash më tregoni. O, Adi, Adi na e shkruaj, o zoti regjizor, të lutem, o gjagjë regjizori na e trego. Realisht nuk po më vjen, ka shumë... Jo, nuk e dini, tërsoni. Po s'po na vjen, jo se se dim. Ilirët. Ilirët? Po. Versionin original. Ilirët. E këndron të këngën Shqipërin e dua se jam Shqipëtar. Pyetja të rëllëve, po, kënga e dytë. Hajde. Sigla, se bësha. Kënga e dytë është... Po prito! Dua. Kënga e dytë, po, kishim këta, okej. Shkretën. Haridin Pasha. Haridin Pasha. Si e ka titullin, ja. Malet e Librës. Haridin Pasha se bësha ka. Po, pra. Haridin Pasha e ka, po. Ku e se ka bërë? Ardin Pasha, tash mos e ka titullin original Malet e Librës se na bërë. Ermajt Fizullan kam gjuar që kanë kënduar këtë version. Sinan Hoxhën, kënë gju Albina Kelmendi, kënë gju Aurela Gaçe. Albina e ka versionin Ku se më ka të kënduar i bukur. pari? E këtë s'po vjen. Ti se di për vete, ja, vdesh ta shifte. Po jo maj se duhet jemi sigur E mos ka lena. pëmat, e ka pëmat. Duhet jemi sigur mos lena namë. Ziradi, daj të rego. Aziz Ndreu. Pra, e shef. Për ne do vazhdoj të jetoj gjithmonë Albina Kelmendi. Është legjend i Brane, Aziz Ndreu. Shumë e bukur, fantastike. Po dhe versioni Albinës në fakt është super. Gjithë ka kënduar shumë bukur. Jo, të gjithë artistët e kanë kënduar shumë bukur. Okej. E fundit. Ka shumë publiku, nuk e? Për publikun është po, ti është të fiksova se s'po e gjeto. Shumë e dëgjuar. Asaj natë. Nuk po na kujtohet. Kështë publikut. E di, po. S'na lë egoja për ta gjetur. Ti
Kiri ka zgjedhur vendosë ca këngë. Lere, kuptova. Prit, është kjo këngëtarja e njohur, kosovare. Okej, le ta gjej publiku. Bon ndihma Ilda. Po e keni të thjeshtë, melodia është shumë e njohur, nuk e di pse s'po na vjen. Shkëngë shumë. Okej. Kam pas kur gjej vogël qaja me të. Qaja? Mos frekesh dhe tani ore. Jo. Okej, mirë. Ikim në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi pas pak sepse ne kemi ca muhabete për të sqaruar me Tirin. Hajde. Okej, ikem.